edhe pajtimi me veten janë të pandashme. Të pajtohesh me veten do të thotë të zgjidhesh dhe të shkëputësh një herë mirë veprimet negative që ke kryer nga imazhi që ke për veten si person negativ. Do me thanë, ti nuk je puna që ke bërë, se ke bajt punë të keqe ti punë, atëherë nga që ke bajt punë të keqe, me një herë vjentarë ka, unë jam keq. Nuk është të vërtet. Ti ke bajt një veprim me të vërtet keq, po ti nuk ke keq. Ti duhet të kallosh imazhin nga vetja, nga puna që ke bërë. Ky dallim është i rëndësishëm për ta thënë vetëm. Puna që ke bërë nuk të kualifikon, nuk të etiketon. Kështu që nuk duhet askush të etiketoj veten si të mirë apo të keq. Kjo është rasti i pajtimit me faljen. Ka edhe një tjetër vështirësi për